Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet ndaj palestinezit Fadi Alwan, i akuzuar për vrasjen e vajzës së tij 24 vjeçare, Rayan Alwan, vetëm pak ditë pasi kishin hyrë në Shqipëri si turist. Sipas dosjes hetimore, 50 vjeçari akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare dhe pritet të gjykohet në mungesë pasi ekstradimi i tij nuk u realizua. Libani ka refuzuar kërkesën e autoriteteve shqiptare për dorëzimin e tij. Prokurori i çështjes dyshon se krimi ka ndodhur mes datave 19 dhe 22 shkurt 2025, ndërsa ngjarja u zbulua më 27 shkurt, pasi pronarja e apartamentit ku qëndronin njoftoi policinë për dyshime. Sipas hetimeve, autori dyshohet se pasi e vrau të bien me thik, fshiu gjurmët dhe u largua nga Shqipëria më 22 shkurt, fillimisht drejt Greqisë. Të dhënat e sistemit Teams konfirmojnë itinerarin e tij, ndërsa hyrja në vend ishte realizuar nga Berlini. Fillimisht, autoritetet dyshuan se viktima ishte bashkëshortja ose partnerja e tij, por më pas u konfirmuar se bëhej fjalë për vajzën e tij, e cila ishte masakruar me thik. Në dosje përfshihen edhe dëshmi të marra në Gjermania nga nëna e viktimës dhe të afërm të tjerë, ndërsa motivi i krimit mbetet ende i paqartë. Çështja tashmë i kalon gjykatës, ku pritet të nisë procesi ndaj autorit të dyshuar në mungesë.